Romeo Veshaj dhe Arta Kabashi nisin mëngjesin me një vallëzim sensual. Mëngjeset në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 2 janë të paparashikueshme. Edhe sot ishte një nga ato mëngjeset që filluan me një valë të papërsëritur energjie pozitive. Banorët Arta Kabashi dhe Romeo Veshaj janë zgjuar nga gjumi plot energji dhe në gatishmëri për të përballur me një ditë të re brenda mureve të shtëpisë që vëzhgohet 24 orë në ditë. Arta me flokët e saj ende të lagur nga dushi i mëngjesit dhe veshur rastësisht me bizhame në pjesën e poshtme, filloi të lëviz me muzikën që dëgjohej në sfond. Ajo u shfaq duke kërcyer para pasqyrës, krejt e lirshme dhe pas një kujdes ndërsa krej flokët në ritmin e muzikës. Ndërkohë, Romeo i mbështjell vetëm me një peshqir pas dushit të tij, ju afrua Artës me një buzëqeshje dhe gati për të ndarë energjinë e saj pozitive. Momentet që ndodhen ishin plot kënaqësi, pasi dyshja kërcyen të ngjitur pas njëri tjetrit. Romeo u largua për të vazhduar përgatitjet e tij për ditën, ndërsa Arta vazhdoi të shijojë ritmet e muzikës e vetme para pasqyrës.